Mirëmbrëma të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi me mua Tirona Lilin për të komentuar mbi një dinamike që ka nisur në shtëpinë e Big Brotherit. Siç duket, Rogerti është në një siklet jashtëzakonisht të madh. Sot gjatë gjithë ditës ka qenë i nervozuar, ka qenë i acaruar me lëvizjet dhe me veprimet e Selinës. Rogerti mendon dhe ka krijuar një bindje që nga takimi që pati Selina me nënën e saj dhe që nga momenti ku i është shitur loja, thot Rogerti, Selina ka ndryshuar krejtësisht në shtëpi. Unë mendoj që Rogerti ka pritur që Selina të bënte lojën me të vazhdonte lojën me të dhe të kishte lidhur atë rrugtimin e saj me Rogertin. Por Selin, edhe pse mori mesazhin e tjëmës, Selina nuk do të afroheshte me Rogertin në lojë, për të jam shumë i bindur sepse inati, mlefi, hidhërimet, ofendimet që krijuan kundër drejt tjetrit nuk do ta linin që të afroheshte. Rogerti sot gjatë gjithë ditës ka patur në qendër të vëmendjes lojën e Selinës. Çfarë ka bërë Selina, si është sjellur Selina dhe Selin siç duket nuk ndalon së provokuari. Që parë Selina dhe Shëndriti, që realisht po tregojnë një grup shumë i fortë brenda shtëpisë, po imitonin Stenaldon edhe Malin dhe shikoja mënyrën se si Rogerti me aq shumë inat e shikonte Selinën. Unë mendoj që Rogerti ndjehet shumë i dobët në krah të Selinës, mendoj që nuk arriti dot ta mposht Selinën në lojë, nuk arriti dot ta mbaj Selinën në krahun e tij dhe tani e shikon me një lloj urrejtje. Sot kanë patur diskutime shumë të forta, Selina Rogertin edhe Mirin i quajti më pak burra se sa ajo, do të thënë e quajti veten më shumë burr dhe çuditërisht që parë do të thënë kur rinin jashtë të dy, ku Rogerti mundoshte që ta gjuan me muhabete, Dubai, ofendime të tilla, Selina nuk ndalon së provokuari Mirin dhe Rogertin, sidomos Mirin me termin e babait. Unë mendoj që Rogerti ka filluar pak të lëshohet, do me thënë ka filluar pak të dorëzohet, nuk është ai Rogerti kokfort i cili ishte i bindur që do të shkonte me inate dhe me mlefe deri në fund të këtij rrugtimi. Mendoj që është lodhur shumë dhe e shikoj pak të trembur dhe sot e shikoja që dëshironte që të del nga shtëpia Big Brotherit. Do me thënë nuk ka më se çfarë t'i thot Selina, sepse e ka arritur ta kuptojnë që Selina në asnjë mënyrë nuk ndikohet nga fjalët e tij. Unë shikoj një fortësi tek Selina, nuk e besoj që e kanë shitur lojën me thënë drejtën, sepse nuk kanë arsye përse ta shesin lojën. Unë mendoj që Selina është aq natyrë, do me thënë provokative, sa që di t'i sjell në rreth të gjithë banorët e kësaj shtëpie. Si e shikoni ju?